Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krishni Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Një ngjarje tragjike ka ndodhur të martën mbrëma në fshatin Marmull të Gjakovës. Konflikti rreth shitjes së një prone ka devijuar në një konflikt armatosur që rezultoi me vdekjen e 46 vjeçarit Tun Bezhi. Mërgjimtari nga Zvicra ishte kthyer në Kosovë para disa ditësh për të zgjidhur një konflikt të hapur rreth shitjes së një shtëpie në fshatin e tij të lindjes. Rrethanat se kush planifikante të blinte shtëpinë dhe kujt i pengonte kjo, janë duke u zbardhur nga prokuroria, por tentativa për të zgjidhur konfliktin në rrugët jo ligjore dhe atyre të padive apo kontesteve në gjykat ka rezultuar fatale për Bezhin. Të martën, babai i Dorasit, i vrari Bezhi, dhe 2-3 persona të tjerë ishin mbledhur për të pleqnuar në formë tradicionale kontestin. Pas mosmarrveshjes, babai e thret në telefon Alfred Xhuxhan. Ardhja e djalit sjell armët në tavolinë. 8 deri në 10 pluma të shkrepën në drejtim të grupit rezultojnë me vrasjen e Tun Bezhit dhe plagosjen e Anton Nikolajt. Ekipi Drejtësia në Kosovë, shikues të nderuar, ka qenë duke realizuar njërin nga edicionet e rubrikës Prokuroria dhe sonte do ju sjell rrethanat se si Prokuroria e Shtetit u angazhua në hetimin e këtij rasti, me qëllim që fillimisht ju tregojmë pasojat e rënda që shkaktojnë incidente të tilla, e po ashtu për t'ju treguar se pas incidenteve të tilla operacionet e prokurorisë dhe policisë arrin të zbulojnë kush janë dorasit dhe t'i vëjnë ata para drejtësisë. Të martën mbrëma, kryeprokurori i Gjakovës Ali Selima i pranon një telefonat nga policia e Kosovës. Në linjen 192, policia kishte marrë informacionet për të shtëna me armë në Marmull të Gjakovës. Informacionet tregonin se në fshat ishin 2 të plagosur, njëri prej tyre rënd. Hetimet e ngjarjes kërkonin veprime të menjëhershme në terren, të cilat nuk mund të kryen nëse prokurori i shtetit nuk del në vendin e ngjarjes. Me urgjencë, kryeprokurori nisi drejt fshatit, që nga pas lufta ka pasur vrasje të shumta të cilët kishin për motiv veçanërisht konfliktet pronësore. Bashkë me komandantin e stacionit policor Major Kizgjokën, jemi duke shkuar në vendin e ngjarjes në fshatin Marmull, meqense se ka ndodhur një vrasje dhe një plagosje. Në vendin e ngjarjes, kryeprokurori merr raportin e parë nga hetuesi. Lajmet janë se viktima tashmë ka ndërruar jetë, ndërsa i plagosuri është në spital. Kemi një rast të vrasje dhe plagosje. Identiteti të viktima dhe i dyshim të janë të për drejt, dhe në gjorë i sigurum, presin edhe njësit tjera relevant të kënavër të ngjarjes. Një 46 vjeçar është vrarë në Marmull të Gjakovës e rrethanat e ngjarjes ende janë duke u zbardhur nga një grup hetimor i drejtuar nga kryeprokurori Ali Selimaj. Në kërkim të dyshuarit, policia ka lëshuar urdhërin për rrjetën e Qelikt, një veprim që bllokon tërë zonën me patrulla të policisë. Në vendin e ngjarjes, kryeprokurori ka urdhëruar të intervistohen dëshmitarë dhe të mblidhen provat, ndërsa nga ekipet në terren, grupi hetimor merr informacione se personi i dyshuar është arrestuar nga një ekip hetuesish. I dyshuari është arrestuar, tash para disa momente. Ndërsa i plagosuri dhe viktima janë në spitalin e Gjakovës. Është thirrur Instituti Mjekësisë Ligjore për ta marrë viktimin për ta dërguar në autopsi. Çfarë udhëzimi ju keni dhënë tash këtu në vend të ngjarjes? Unë këtu në vend të ngjarjes u kam dhënë udhëzim që të sigurohen gëzhojat, të bëhet pastaj krahasimi me armën e cila është konfiskuar nga i dyshuari. Të merren mostrat e gjakut dhe të krahasohen me viktimat pas autopsisë. Kjo është një praktikë që në rastet e caktuara, në këtë raste ne e bëjmë. Dhe të gjitha mostrat tjera të nevojshme, të cilat janë të domosdoshme, gjitha provat të cilat janë gjetë këtu, në një sani trupit, si përshihet këtu është një rrymë i viktimes, duke qenë se plumi e ka rokë bashkë në brazin e rrypit, e kena një pjesë të rrypit këtu, do me thonë, të gjitha këto provat të cilat ne jek ekzaminojmë, ne garantojnë, ne sigurojnë që nesër ta kemi një akta akuzë të bazuar, të argumentuar,
dhe kryesi të merr dënimin e meritë. Vrasja e 46 vjeçarit ka ngritur në këmbë aparatin shtetëror. Rrethonat janë ende të paqarta për grupin hetimor. Në duart e policisë në orët e para të hetimit është i dyshuari kryesor, ndërsa në vendin e ngjarjes ekipet udhëzohen të marrin prova forenzike, të cilat më pas do ndihmojnë në sqarimin e rrethonave të ngjarjes. Dyshohet se i dyshuari ka ardhur për atij drejtimi, viktima ka qenë këtu duke bisedu, edhe për një moment sipas dëshmitarëve është gjujt me breshëri për një pushke dyshohet automatike për momentin. Kemi gjurmë, kemi dëshminë mjaftueshme, ai na kemi punën vetë në ngjarjes, ka siguruar në ngjarjes komplet. Plagosuni është? Është jashtë rrezikut për jetë, është në emergjencë. Keni thirrë institutin e mjekësisë ligjore për autopsi? Po, edhe ata janë thirrur në drejtim të vendit ngjarjes. Është arrestuar i dyshuari? I dyshuari është arrestuar, është në dorë policisë në drejtim të stacionit policie. Po, është konfiskuar arma me cilën shkoi vepra. Të gjitha janë Do sigurohet gëzhoja në vend ngjarjes? edhe sigurohet në rrugë gjitha provat. Kemi 8 gëzhoje në vend ngjarjes. Janë marrë mostrat e gjatë? Tash jemi në çfarë punë pra. Ne bëmë evidentimin e dëshmive, tash po nisim tani ne dëshmitë dhe morëm mostrat po tonë në përsesion dëshmi ku të gjak i lidhën mostrat. Mos më shpjegoj çka është tu mostra se hetusat. Si tash ka merret mostra e gjakut. Nga vendi i ngjarjes, do duke marrë mostra e gjakut nga ona e njësisë forenzikës. Kur provat në vendin e ngjarjes janë siguruar, ekipi hetimor drejtohet për në stacionin e policisë. Aty do takohet i dyshuari dhe disa prej dëshmitarëve të ngjarjes. Personalisht, kryeprokurori angazhohet për të qenë pjesë e intervistimit të personit të dyshuar. Për të, është siguruar avokat dhe kushtet e tjera ligjore. Tash nga vendi i ngjarjes që e pam këtu, je ka shkuar në drejtim të stacionit policor për të vazhduar me rastin. Mirëmbrëma. Si avokat? Si e? Por punë tjetër pak. Ti e? Emni? Ke drejt në avokat. Je vedishim se që kema? Morë dash deshtë të këmë bërë gjëgja. Mirë. Në momentin është në gjendje shumë të qëllum, nuk është situatë në lekturë për gjë. I dyshuari kryesor për vrasjen me këshillën e avokatit e tij ka vendosur të heshtë rreth ngjarjes. Për prokurorin ky nuk është një lajm i mirë në shumë prej rasteve, por fal provat e siguruara në vendin e ngjarjes dhe dëshmitarëve, argumentimi i rastit nuk është i vështirë. Mëngjesi e gjen grupin hetimor në punë. 24 orë nga vrasja, prokuroria duhet të dorëzoj kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit. Një ekip policësh ka intervistuar personin e plagosur dhe disa dëshmitar të rastit. Informacionet ndahen me kryeprokurorin e Gjakovës. Përshëndetje. Përshëndetje. Sini. Si e? A i në mirë, a mujtë? Përshëndetje, zotime. Si jeni? Punë. Faleminderit. Si e ka lutë? Olo? Mirë, baba nga pak, jo shumë, nga pak. Ti si kalove? Mirë. Zoti jetues për pas aty në veprimet e cilat i keni ndërmarrë mram. Cilat janë veprimet të cilat i keni marrë sot? Po,
ose ato mram kur jem danë në me veti, si nuk jem takuar? Po, në vazhdimsi të rastit, me marrjen e informatës, më njëherë kemi shku në shtëpinë të dëshuarit. Fillimisht është kontrollu shtëpia të dëshuarit, më pas është bërë arrestimi i tij. Janë konfiskuar 2 armë të gjata, ku njëra prej të cilës dëshohet që ka marrë pjesë në kryerjen e veprës penale. I dëshuari është shoqëruar nga policia në stacionin policor Gjakov. Pas intervistimit të tij, i lëshua vendimi mbi ndalim 28 orë me urdhën prokurorit. Veprime tjera kemi ndërmarrë pas marrjes së informatave edhe disa dëshmitarë të cilët kanë qenë në vendin e ngjarjes. Të gjithë jemi intervistuar. Presim ende kemi informacione edhe për dëshmitarë të tjerë, po të vazhdojmë në tutje. Viktima i cili ka qenë është shoqëruar nga vendi i ngjarjes për në spital. Janë kryer të gjitha ekzaminimet nga ana e Krim Tekniks, më pas është thirrur mjekësia ligjore dhe është dërguar për në autopsi. Motivi? Motivi në bazë të deklaratës së dëshmitarit, babës të dëshorit, dëshohet se ka një problem pronësor. Do të thotë gjithë ai problem ka ardhur si një problem pronësor, ku edhe më herët edhe sipas të dhënave nga policia kemi nxjerrë se i dëshori me viktimin kanë pas një konflikt para diku 15 vite në mesveti, po thuhet se ata veç janë pajtu në mesveti, por si konflikt edhe si motiv i fundit ka qenë, do të thotë, çështja pronësore, ku vëllai i babës dëshorit kishte shit një pranë viktimës. Edhe aty ka lind si konflikt, do thotë si konflikt që ka ardhur deri te vrasja. Hetuesi tashmë i kanë dhënë kryeprokurorit të gjitha informacionet e mbledhura nga grupi hetimor. Me provat e sigurura, prokuroria e drejtohet gjykatës për të caktuar masën e paraburgimit ndaj të dyshuarit kryesor. Çka keni përfshi në kërkesë? Ne me qenë se i involvuar në rast është vetëm ky person, ka të bëjë me 3 vepra penale. Një është vrasje rënd, e dyta është dëndimi rënd me mjet të rrezikshëm, dhe e treta mbajtje pa leje. Do të thotë, i pandehuri dyshohet për 3 këto vepra të cilat i ka kryer. Cilat dëshmi dhe cilat prova keni arrit me i siguru për me i përfshin kërkesë për paraburgim? Kemi 4 dëshmi të 4 dëshmitarëve, e kemi armën, janë disa gëzhoja, të cilat rrjedhin nga një armë automatike, ato do t'i ekzaminojmë në procedurë hetimore nga agencioni dikasteri për balistik, si dhe veprime tjera. Konsideroj se dëshimi është i bazuar se i pandehuri, gjithsesi i dëshuari, është kryes i kësaj vepre penale. Do me thonë, kemi prova të mjaftueshme që ne të kërkojmë nga gjyqtari procedurës paraprake caktimin e masës së sigurisë paraburgim. Kryeprokuror, nga gjitha dëshmitë dhe provat që i keni mbledh, për çka bëhet fjalë? Çka e ka detyruar të dyshuarin me bë vrasjen edhe plagosjen? Nga raportet fillestare dhe nga dëshmitë e sjellura nga policia, mund të konstatojmë se fjala është shkaktar, gjithë motivi është pronësor. Këtë e dëshmojnë deklarata dëshmitarëve, të cilët janë intervistuar nga ana e policisë, të cilë dëshmojnë se këtë çështja është sjellë rreth një prone dhe ka ardhur deri te shkaktimi i kësaj pasoje. Për çfarë masa tjera keni ndërmarrë lidhje me rastin? Ne, përpos këtyre që i ceka me lartë, ne kemi siguruar familjen e të pandehurit
Familja të pandehurit është në mbikëqyrje të policisë. Provat dhe dëshmitë që ishin mbledhur nga kryeprokurori dhe hetuesit ishin të mjaftueshme dhe sipas tij ishin bindse për gjykatën që kjo e fundit të caktoi paraburgimin për të dyshuarin. I dyshuari po mbahet në mbajtje. Një i plagosur po trajtohet në spitalin e Gjakovës në repartin kirurgjik. E në anën tjetër, policia ndërmori dhe masa të tjera. Shtëpia të dyshuarit po ruhet nga ana e policisë për shkak se rasti mund të eskalojë. Hetimet pritet të zbardhin të gjitha rrethanet e asaj çfarë ndodhi mbrëmjen e së martës në Marmull. Pasojat janë të mëdha. Një 46 vjeçar nuk jeton më. Një tjetër është i plagosur e i dyshuari mbahet në paraburgim. Ky është edhe një rast tjetër që duhet të shërbejë si mësim që problemet pronësore të mos zgjidhen me tyta të anëve, por në rrugë ligjore. Kjo është e tëra sa i përket rastit të Gjakovës. Tani do vazhdojmë të trajtojmë raportimet e qytetarëve për shmangjet e tatimit nga kompanitë që transportojnë udhëtarët nga qyteti i Gjilanit. Në fillim të janarit, Kallzo.com kishte pranuar informacionet të cilat pretendonin se kompanitë e autobusëve nga rajoni i Gjilanit nuk ofronin kupon fiskal për udhëtarët, duke shmangur kështu taksat të cilat duhet të paguhen për shtetin. Informacioni i marrë në platformër drejtuar te Drejtoria e Standardeve në ATK me qëllim që të organizohet një operacion i përbashkët për kontrollimin e autobusëve. 24 orë nga dërgimi i informacionit në ATK, 2 inspektor marrin urdhër nga kryeinspektorit që të dalin në inspektim në Gjilan për të parë nëse autobusët në këtë rajon lëshojnë kupon fiskal për udhëtarët. Mirëmëngjes. Ajni keni pushu? Mirë? Sot e kemi të detyra me dhonë, kemi një informacion të cilin e ke planuar, ku së bashku me policinë e Kosovës, në sistem të rrjetit të Ballkanik Gazetarisë, Hullumtuese Birn, që të dalim sot në teren. Sidomos kompanitë e udhëtimit duhet të trajtohen, domethënë autobusat duhet të ndalohen nga ana policisë dhe kontrollet të vazhdojnë nga ana e jonë. Nga të t'jesh me administratës tatimore të Kosovës. Veturën e madhe poshtë, edhe unë asistoj juve, edhe dalim. Pasi kemi pranuar disa informata se kompanitë e udhëtimit nuk po lëshojnë kupona fiskal, kemi marrë detyrat nga udhëheqësi i ekipit dhe jemi nisë në teren të koordinuar me policinë në pikat e caktuar më parë. Për ta realizuar me sukses operacionin, inspektorët e ATK-s kanë nevojë për ndihmën e policisë së Kosovës. Policët do jenë të obliguar të ndalojnë autobuset për të mundësuar më pas inspektorëve të kontrollojnë nëse udhëtarët kanë bileta dhe kupon fiskal, të cilët dëshmojnë se kompanitë po paguajnë taksat e shtetit. Operacioni nis me kontrollet. Në ndaljen e parë, inspektorët ndeshën me kompaninë e autobusit e cila nuk ka lëshuar kupon fiskal për udhëtarët, duke rënë kështu ndesh me ligjet në fuqi të administratës tatimore të Kosovës. Mirë dita, ne prej administratës tatimore kemi një vizitë për çështjen e kuponave punëtorëve. A muj me hy me bo... Po, hala se kemi nisë me dhonë se s'ka pak vëltarë, të një tu shprit, të jam marrë para të jadhë. A ki numër fiskal të biznesit këto? Po. Ama? Ark fiskale a ki? Po, e kom në orë. Kupona s'kel shuhet sa da? Jo, e për s'ka vëltarë. Pas vëltarë. Ta shtu zbrit, të e pagu të jadhë. Ashtë. Zotë, je pronar i këti biznesi apo vetëm pronar? Apo në ti numrojnë alltartë sa ekipa tash?
Gjatë inspektimit, inspektoria numëron udhëtarët dhe i pyet këta të fundit nëse kanë marrë kupon fiskal. Sa linja i ke pas sot, zotni? Ja, s'ka E para linja është ta? A unë është veç pak jashtë? Gjatë inspektimit, inspektori konstaton që kompania e autobusit ishte duke bërë udhëtimin e dytë gjatë ditës dhe nuk ishte lëshuar as edhe një kupon të vetëm fiskal. Kjo është e para, ta shtë të kthejme me herë në gjymëtën. Me çfarë? Tash e nisë për Prishtinës, apo? Linja e parë. Kompania është e Prishtinës, a? Ja, Gilanit, për Gilanit, më shku në Prishtinë dhe në Krishtë. Prej Gilanit, je shku me qëta autobus në Prishtinë, apo? Qëra? Për Prishtinë, Me renë, zotni. 50, për Gilanit 60. Prej Gilanit e nisë 60 me qëta autobus. Tash je këthy. Zotni, ti as ka ke shku, nuk ke lëshu kupona fiskal. S'ka pas në to. Pa udhëtar nuk shkon. S'ka pas në to. Që ta ashtu kuponat këtu zbrit, unë është me i vetat, dhe këtu zbrit e marim kupon. Se kur gjësë ta kushton neve se ashtu në realizim së mbojmë se s'ka udhëtar. Shkrujnë dhënat, shka kemi gjetë sot? Është një zyrë atje, e cila e trajton pastaj në bazë konstatimeve tona. Nuk ka problem. Edhe nëherë kur shkojmë atë kë i verifikojmë dhënat, çka kemi gjetë këtu, edhe me i krahasojmë me sistemin. A vetë udhëtar që s'ka marrë bilet? I vetë as zotni, po ti edhe ka je shku, edhe ka je shku nuk e lëshu kupona fiskal. A vetë udhëtar që s'ka dhënë para ajo, ato ceke që ty edhe s'u problem. Zotni, dush mu lajmëru në administrata timore, me najpru dhe dokumentacionet tjera, librat, regjistrimet, shitjeve. Për tjerat ju njoftojmë, pasi ta konstatojmë edhe gjendjen. Që të veç të, a du të me në shkrutu? Po, pa tjetër, po prit nërë të kalsoj. Pasi ta konstatojmë edhe gjendjen sistemin ton, a je deklarus, a deklaron, sa punëtori ki, a ki ti punëtor tjerë, a veç një ki? Veç një autobus e kia? Veç një autobus, punëtori është një. Punoj vetën në Medjallë. Zgja. Medjallë është pa qefë, sot që që. Po ti vjen atë kë dhe në nshkërun këtë raportin, se kime më prut dokumentacion prap? Veç më kalëzë shka për shamë? Librat, edhe listën e kontratat e punëtorve mi bjen, edhe i bon kopjet këto linjat edhe mi bjen se kupona s'ke lëshuhe gjithë vitin sot. Po sot që ta shë kemi njësë? Një din ke shku, nejsë. Për cilin muaj me ti për? Janar. Për ka lëshmish, zotni. Sa po kemi përfunduar vizitët në autobusin e kompanisë që shkoj, në atë vizit konstatuam 12 udhëtar të papajisur me kupona fiskal, edhe pse pronari nuk e pranon që nuk lëshon kupon fiskal, kemi edhe këtu dëshmien, që një kupon e lëshoj kur mas i hypa unë në autobus. Me këta konstatojmë që ajë nuk lëshon kupona fiskal. Inspektorët e ATK-s kanë dalë në terren për të verifikuar informacionet e pranuara në kallzo.com, të cilat thonin se kompanitë e autobusëve nga Gjilani nuk janë duke i pajisur udhëtarët me kupon fiskal dhe rrjedhimisht duke ju ikur tatimet. Në kontrollin e parë inspektorët gjejnë parregullsi. Autobusi që ka kryer 2 udhëtime gjatë ditës nuk ka lëshuar asnjë kupon fiskal. Ai do referohet për në zyrën e ndëshkimeve tatimore, ndërsa kontrollet vazhdojnë në autobus të tjerë. Caku tjetër i inspektorëve janë autobuset lokal të cilët qarkullojnë në këtë zonë. Tani po ndrojmë lokacion për arsye se këtu nuk është pozite përshtatshme për ndaljen e autobuseve, me që jemi në një udhkryq. Po shohim, po gjojmë një pozitë më të përshtatshme. Na jem bashkëpunim me ATK-n e Kosovës, dokumentacion e kitë ne për momentin, tash e tuti vazhdojmë procedura me këta shokë që jenë me neve. Mirë dita, a jeni lodhë, prej administratës tatimore jemi, vizit për kupona fiskal. Arkën fiskale a e ki? Hajde një X raport shtëpma. Mirë dita. X raportin. X raportin nuk gjime zero në tash. Dhe zë arkën. Nështë edhe i zë arkën. Qëtë vështja pas dhurtit.
dalin në t'i verifikoj kupona. Dil që kënejnë alë shumë Ka janë mujore? Ata që jenë me mujore du të me pas një dëshmi pagese. S'ka mujora. Alo, se si kanë dherë, sot është Vallai. të para. Dhe mujorja kuponin du të me pas e shoqërume me kupon fiskal. Vëlloj, si këtë ditë pitashtit pasi shumica për shemë kanë... Kjo është pa kupon fiskal, për neve. Pa dëshmi pagese, kuponit. Me ty është, e? Kuponat fiskala, keni marrë sot kur keni bo pagese, kur jeni nisë? Të bileta. Qëta? Edhe kjo është me ty s'ka. Në thimë aty, Jo. e të në thimë sa me rejtë. Vllavin atje. Atje ka Unë e kam kuponin? mujore, po. Ti mujore, a ki dëshmi pagese, kupon fiskal për atë mujore? Jo. Jo, s'ka. Jo, s'kam. Kush ka mujore, kupon fiskal asnjë s'ka. Mbara? Kuponin fiskal se? S'ka sa e plaka. Dhe sa i pëshirat. Që të Dhe këtë gjallë i bje. Që ta është në zero? Në mujore, ta është në 0 mujore. Gjasht. E sa ta linja që kjo? Që kjo e dyta? E dyta? Sa e këthimit apo është e nisjes? Ja, e këthimit atë, këthimit atë. Linja e dytë e këthimit. Në po, e dyta. Vesh 26 kupona i ki. 2 linja, 4 herë, do më tonë e 4 ta herë. Të tulltari pate pa kupona fiskal. Jo, se tjenë? Përjashtu nonën e ti. Mujore? Mujorët i ki pa fatur. Jo, a ne për shemën i njerë ti e dush me shku se, jo, ajes për shemën, nuk o pa kupon formal, dush me logarit që i ka pas mujorën e jabete. Pas kontrollimit të udhëtarëve, procedura kërkon që inspektoria të njoftoj edhe përgjegjësin e autobusit për gjetjen dhe shkeljet të cilat janë hasur gjatë këtij kontrolli. Zgudzon mi marë paret e mësë me edhon kuponin fiskal. Kjo dihet, udhëtari ki pa kupona fiskal. Kjo është gjendja e konstatume. Për këto pa rregullsi, që ky raport shkon te zyra zgjona. Në bazë gjeturave që i kem konstatuar ne sot, edhe pas gjendjes tonë në sistem të ATK-s, deklarimit ato, zgjona është që vendos masën e ndëshkimeve për këto pa rregullsi. Te autobusi radhës që u ndal, konstatuan 8 udhëtar pa kupona fiskal, të papajisur me kupona fiskal. Arsyetimi i kondukterit dhe shoferit ishte se 4 udhëtar janë me mujore, por megjithatë dëshmi pagese kupon fiskal nuk kanë. Kështu që gjithsej janë 8 udhëtar pa kupona fiskal. Për të punësuarit që i konstatuam, mbetet që jetë pasi të shkojmë në zyre dhe të shofëm në sistemin tonë, aja janë listën e pagave këta punëtor. Gjendën e policisë? Po, të shofëm tash. A ka dhe raportet prej. Ky raport shkon te zgjona për trajtim më të tjeshëm për të përcaktuar masën e ndëshkimeve. Shkeljet konstatohen ndërsa gjobat pritet të shqiptohen pasi dokumentet të analizohen në zyrën e gjobave, apo siç njihet në ATK, zgjona. Kontrollet e tjera nga inspektorët e ATK-s konstatojnë parregullsi edhe në një autobus tjetër. Mirdita, ajni lot prej administratës tatimore jemi. Kem një vizit verifikimin e lëshimit kopunave fiskal. Një X raport qëto, atë punon arka? Po. Hajde një X raport qëto këma. Kjo shtyp sot kupona? Se të buj se veqim, po i më shtyp këta. Ku i ki kondukterën? Jo veqim. Zhvetje? Po. Hajde të shofuj. Vesh një bilete keni 2 veta? Jo, alas. Ku ke jupte? Drik. Një. Shofer, fëmija a s'paguin? Fëmija? Për këta fëmija na bilet, a ju ke marrë pare? Ja, su ku marrë, s'ka një për të parë. Ju? Jo, bashkë në Pas. Edhe s'kema po pagi.
me rrugën e pagesës s'kena bashkë. Gjivaç. 6-7. Klafat. S'keni bileta, tek no. Linja e sot gjatites e para. Të tulltar i ki pa bileta, pa kupona fiskal. Për këto pa rregullsi shkon të zgjona në Gjilan. Jenë kundërshtim me nenin 13, ligjit procedurave. Rasti shkon të ekipi zgjona për trajtim, edhe zyre veçantash për trajtimin e shkeljeve ligjore. Ata i caktojnë masat ndëshkimore tani. Kalofshi mirë, udhë mbarë. Vizita e radhës është kryt e autobusi radhës që ndalëm. Të kjo vizit konstatuam 8 udhëtar pa pajisur me kupona fiskal. Edhe ky rast shkon trajtohet te ekipi zgjona për këto shkelje ligjore. Administrata tatimore e Kosovës në aksionin e saj për kontrollimin e autobusëve në rajonin e Gjilanit ka gjetur parregullsi në të paktën 4 kompani që bartin udhëtarët. Operacioni i zhvilluar pas raportimeve në kallzo.com paralajmërohet të vazhdojë edhe në ditët e tjera, ndërsa kompanitë do gjobiten nga ATK për shmangje nga tatimi. Në fund të ditës, pas kontrollimit të disa linjeve të autobusëve, 2 inspektorët i raportojnë në detaje e prorit të tyre për gjetjet e ditës. Gjatë aksionit sotëm janë kryer 12 vizita, prej këtyre 12 vizitave janë gjetur 29 udhëtar të papajisur me kupona fiskal, për të cilat pastaj do trajtohen te ekipi zgjona për këto parregullsi. Kemi marrë edhe emrat e punëtorëve që janë gjetur te këto kompani që transportojnë udhëtar. Mbetet pasi të kthehemi në zyre të verifikojmë a janë listë pagave, a është ka pagu tatimi dhe anale tatimi burim për këto. Për parregullsi tjera, për deklarime për këto mbetet gjitha të verifikohen pasi të kthehemi në zyre në sistemin e administratës tatimore. Shikues të nderuar, pa mënyrën si Prokuroria e Shtetit i qaset trajtimit të rasteve të vrasjeve, po ashtu trajtimin e raportimeve të qytetarëve për evazion fiskal nga ana e administratës tatimore të Kosovës. Ne kaq kishim për sonte. Ju inkurajojmë që të raportoni në kallzo.com për raste të tilla. Unë tani po ju lë me rubrikën Policia dhe deri të premten ardhshme nga unë Kreshnik Gashi. Mos e shkelni ligjin. Gjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Drejtëria për hetimin e trafikimit me narkotik, njësia e Mitrovicës pas një hetimi paraprak në lidhje me shitblerjen e substanca narkotike, ku si pas informatave të marrë nga tereni dhe të verifikuara përmes rrugës zyrtare, një grup kriminal do të sjellë një sasi të dyshuar të substancave narkotike nga relacioni i Prizrenit me destinacion Mitrovicën. Në lidhje me rastin është njoftuar gjyqtari i procedurës paraprake dhe prokurori i rastit, dhe çdo veprim hetimor të cilin do ta marrën në lidhje me rastin do të njoftohen personat kompetent. Kjo është vetura të cilën e kanë bërë bartin e substancave narkotike nga Shqipëria për në Kosovë. Në lidhje me rastin janë konfiskuar 2 vetura dhe janë të ndaluar 4 persona. Substancat narkotike i kanë pasur të mshehura në këtë veturë, ndërsa vetura tjetër e ka bërë përcjelljen e personave të cilët kanë qenë në këtë veturë.
nga hetuesti e DT-s dhe forenzika rajonale Mitrovicës. Kemi vretër se i dëshuar në kodrumin e shtëpisë së tij ka armë zjarri, dëshohet që janë armë të llojit pushka automatike dhe një kalashnikov.